Me një vizion të qartë për një qytet më të gjelbër dhe më të shëndetshëm, të rinjtë e Act for Shkodra kanë ndërmarrë një nisëm mjedisore, domethënëse në bllokun e pallateve Xhabie. Në kuadër të iniciativës Urban Farm janë mbjell 50 pemë dhe frutore në hapësira komunitare dhe kopshte komunitare, duke i dhënë jetë zonës dhe duke forcuar kulturën e kujdesit për mjedisin. Në zemër të këtij aksioni janë të rinj që flasin për ndryshimin dhe e kthejnë atë në veprim konkret. Këto janë pemë frutore që nesër pas nesër frytet e tyre mund të shijojë gjithë komuniteti. Unë jam shumë mirë. Kjo është vetëm faza e parë e këtij aktiviteti. Ne do vazhdojmë të ju përkushtu këtyne bimëve edhe të ju mirëmarrë ata që me marrë edhe frytet e tyne. Gjithashtu një herë në muaj ne do të lajmë një ditë ku do mjallim sërish pemë të reja, edhe deri në fund vitit do shihet një zhvillim dhe një ndryshim në mjedisin e Shkodrës. Kam një pemë me emrin tim edhe aksionet do të vazhdojnë, derisa domethënë nuk do të ndalojnë sepse një pemë nuk është kur tepër në qytetin tonë. Çdo pemë mban një emër dhe do të përkujdeset nga të rinj që e kanë mbjell, ndërsa frytet e këtyre pemëve do të jenë për të gjithë, për të shijuar nga komuniteti pa dallim. Kjo nismë e kthen gjelbërimin urban edhe në një akt bashkëndarjeje dhe solidariteti. Aksioni do të vijojë një herë në muaj duke ushtrirë edhe në hapësira të tjera të qytetit, si pjesë e angazhimit të vazhdueshëm të Act for Shkodra për një qytet më të jetueshëm.